për shka më gëzu muslimat? A mos ka thonë Allah subhanu wa ta'ala se kur të bëhet 31 dhjetori dhe bëhet 1 janari ju falen gjunat? A mos ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në orën 12 natës së 31 të muajit dhjetor zbresin me lajke dhe zbret Gjibrili? Apo mos ka thonë Allah subhanu wa ta'ala se në këtë natën jam i kënaqur me ju? Apo ka përmend dikush prej dietarëve se muslimanët në veçanti dhe njerëzit në përgjithësi kanë të drejtë të gëzohen për festën e vitit të ri? Kur kërkush. Festa e vitit të ri është festja e muslimanëve. Dhe ata e festojnë atë me disa qëllime, jo vetëm me një qëllim. Dhe njëri prej qëllimeve me të cilat e festojnë jo muslimanët festën e vitit të ri është përfundimi i një viti të suksesshëm. Sipas tyre, ata të cilët kanë kontribu për fenë e tyre, për fenë e krishterëve dhe jahudive dhe të tjerëve, kur të bëhet fundi i vitit, ata e festojnë për shkak se kanë kurorzuar një vit të suksesshëm.